Kryeministri Edi Rama para përgatiti nisjen e biznesit të prodhimit të armëve dhe municioneve dhe më 26 korrik 2024 miratoi ligjin numër 88, duke vendosur që fabrika të ngrihen në ish kombinatin e autotraktorëve të Tiranë dhe jo në ish kombinatet ushtarake të Poliçanit dhe Gramshit. Sipas ligjit, qeveria është 100% pronare dhe administratore e kompanisë Kajo SHA, që do të prodhojë armë e municione për treg, por Babloku ka lënë hapësira të qëllimta në këtë ligj që kompanitë private klienteliste të futen si ortake koncesionare me shumicë të cilësuar. Ende pa nisur ngritja e fabrikave, Babloku i ka qepur pazaret me kompaninë private Timak, e regjistruar në emrin e mikeshës së tij Dibrane Arieta Puca, që jeton prej 20 vitesh në Turqi, por që faktikisht është një kompani e lidhur me klanin e familjes Erdogan. Në Shqipëri kjo kompani hyri në muajin shtator 2016 me sekserizmin e Sinan Idrizit, të charterit të Bablokut, si importuese dhe tregtuese pjesë shkëmbimi makinash, ndërsa në muajin mars 2023 qeveria i dha 30.000 m2 mjedise objekte falas tek ish metalurgjiku në Elbasan. Në muajin janar 2024, pikërisht në kohën kur nga ish ministri Niko Peleshi u trumbetuar rifillimi i industrisë së prodhimit të armëve dhe municioneve, Babloku nxori në sken Dibranen Arieta Puca duke e promovuar si prodhuese të makinave ushtarake Shota Made in Albania, me mashtrimin se i ka porositur NATO dhe ushtrit e shteteve të BE-s. Në informacionin e siguruar nga burime konfidenciale brenda Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Financave, thuhet se Babloku ka urdhëruar që kompania private turke Timak, e klanit dhe familjes Erdogan, të marrë 60% ortakëri të kompanisë shtetërore Kajo SHA. Sipas pazarit, qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes do mbaj vetëm 15% aksione të kompanisë, që do të thotë 15% të fitimit nga shitja e armëve dhe municioneve që do prodhoi kompania Kajo SHA në mjediset dhe objektet shtetërore, ndërsa për 25% të aksioneve të kompanisë ushtarake nuk e di as ministri Piro Vëngu se cilët do t'i marrin, por ai do firmos një letër të bardhë, sepse Babloku ka vendosur t'i fsheh përfituesit në kanalet offshore, kur para miratimit të ligjit tha se qeveria do jetë përfituese e 100% të fitimeve nga shitja e armëve dhe municioneve, ndërsa tani ka vendosur padyshim me paramendim që 85% të aksioneve të kompanisë dhe fitimeve që do të sigurohen nga shitja e armëve dhe municioneve do t'i marrin mafiozët turq dhe miqt anonim të offshoreve si monopol koncesionar për 99 vite dhe pa taksa. Kujtojmë që në panajiret e Shqipërisë në Athinë dhe Berlin, më 2-3 mars 2025, Babloku e prezantoi kompaninë Timak me mikeshën Arieta Puca si ortake të kompanisë shtetërore Kajo, që do të zhvillojë industrinë e prodhimit dhe tregtimit të makinave, armëve e municioneve ushtarake. Kalimin tek privati të 85% të biznes prodhimit të armëve e municioneve do ta firmos ministri Piro Vëngu, i emëruar 2 ditë pas miratimit të ligjit për krimin e kompanisë Kajo SHA dhe 7 anëtarët e bordit të saj, që janë zyrtar të kryeministrisë, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë.